Në bazë të nenit 30 të rregullores, Mos paraqitja në seancën e kësaj të enteje e raportit të anëtarëve të Partisë Socialiste në Këshillin e Mandateve për kërkesën e SPAK-ut për imunitetin e Belinda Ballukut ishte shkak për debate në kuvend. Keni çuar në limite 3 mujore të shqyrtimit të kësaj kërkese. Opozita kërkoi të futet në renditje raporti i saj për heqjes së imunitetit të Ballukut. Ky kuvend ka detyrimin t'i kthejë përgjigje prokurorisë së posaçme. Bardhi hodhi akuza për zvarritje të qëllimshme. Thoni duam ta mbrojmë korrupsionin nëse keni vendosur ta mbroni korrupsionin. E për këtë, socialistët ju përgjigjen me kreun e grupit, Taulant Balla, që theksoi afatet. Në seancën më të parë, që natyrshëm është seanca e ditës së njëjtë 12 mars, natyrshëm do të jenë gati 2 raporte. Sali Berisha i artikuloi qëndrimet e tij brenda e jashtë sallës së kuvendit, bashkë me akuzat për kreun e mazhorancës Edi Rama. Me 12 mars, Shqipëria vjen këtu për të kërkuar dorëheqjen e Edi Ramës. Drafti i Partisë Socialiste për ndryshimin e rregullores së kuvendit po ashtu u shndërua në temë debati, ku opozita cilëson provokim të ulët. Provokim i ulët ndaj opozitës, sepse rregullat e kuvendit kjo nuk është shtëpia private e Taulant Ballës. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Taulant Balla, edhe në cilësinë e firmëtarit mbi draft, sqaroi propozimet përpara gazetarëve e jo mes debatit politik. 5 minuta janë mjaftueshëm për të thënë një qendrim politik. Deputetja socialiste Zegjinet Çaushi këtë herë u përfshi në debat me sekretarin e përgjithshëm të Partisë Demokratike. E dini ç'do thot zegjinizim të parlamentit? Zoti Noka, ju lutem kontrolloni fjalorin. Zegjinizim. Ty muli hakut vetëm një nga partia të vjen dhe ai është Gazi. Ai ta ka treguar vendin atje ku t'ka kallëzuar. 2 ministra u përballën në kuvend me pyetje nga një përfaqësues i mazhorancës, ndërsa në rendin e ditës ishin edhe 6 projekt ligje.